Më është ngulitur thellë në shpirt dhe në mendje se doktorët diku gabuan me vajzën time, ndaj dhe ndëroi jetë. Çfarë të bëj? Walaikum assalam wa rahmetullah. Ajo që të këshilloj është që mos t'i hapësh portën shejtanit. Pra mos thuash po sikur, apo po sikur të vepronin kështu. Pse? Sepse kjo i hap portën shejtanit dhe të shtyn pastaj të mendosh keq. Të mendosh keq për Zotin e gjithësisë. Besimtari beson se çdo gjë ndodh me caktim. Beson se njeriut i caktohet qysh në barkun e nënës se kur do të ndërroj jetë. Ne i marrim shkaqet, mjekët marrin shkaqet, por jeta e njeriut është në dorë të Allahut lartësuar, shërimi është në dorë të Zotit gjithësisë. Prandaj ajo që të këshilloj është që t'jesh e kënaqshme me caktimin e Zotit dhe të bësh durim, ta lutësh Allahun e lartësuar që të ta mundësoj në botën tjetër t'jesh me vajzën tënde në xhennet. Dhe normal, njeriu i cili bën durim kur i ndëron një fëmijë, Allahu i lartësuar i pyet me lajket për të. Dhe nëse ky njeri pra është falenderues ndaj Zotit gjithësisë, atëherë i ndërtohet një shtëpi në xhennet e cila quhet shtëpia e falënderimit. Prandaj të këshilloj të bësh durim dhe lutes Zotin e gjithësisë që në botën tjetër të bashkoj me vajzën tënde.